Atëherë ne në fakt duhet ta kishim filluar këtë intervistën aty te ambasada amerikane dhe pastaj do t'ju them pse. Do të vazhdojmë këtu tek fillimi I bllokut te Banka Kredis, ku tash po bën gati 12 vjet të shkuara. Një person qelloi 6 herë bankierin Artan Santo dhe në atë moment këtu nuk u ndodhën as policë. E kupton, kjo zonë është tani kemi policë. Po pra, është gjithmonë plot. Po. Gjithmonë ka qenë plot, e kupton? Qoftë edhe me policë me uniformë dhe pa uniformë. Sepse sa për të jeni unë shumë prej këtyre policëve që mbulonin këtë zonë këtu janë policë të komisariatit nr. 2 dhe I njoh edhe me fytyra. Po. Dhe atë ditë nuk u ndodh askush. Me keq akoma që u fikën në radiot e policisë. Radio e policisë nuk mund të fiken pa urdhrin e drejtorit të policisë. Të informacione të sakta do të bëra edhe publike. Po sigurisht, këto janë të tëra të bëra publike. Dhe ja dhe ku është vendi? Kjo është komplet çdo gjë, çdo detaj është anormal komplet. Çdo gjë ka qenë antiligjor. Ashtu. Sigurisht antiligjor. Për mua ka qenë përgatitur nga shteti. Organizuar. Plotësisht I organizuar, po jo organizuar nga majat. Po pse thua shteti? Po shteti pra policia e shteti qysh është? Po nëse policia ka fikur radiot dhe ka boshatisur vendin, domethënë që ka përgatitur njeriu që ta vriste. Pik muhabeti. Po çfarë syje mendon? Por mos harroni që ai personi ka ardhur nga rruga këtu. Ti, po. Nga rruga që të çonte ambasada amerikane. S'kemi mbaruar. Nga ambasada amerikane? 6 muaj më vonë të kësaj ngjarje këtu, atje janë vrarë 4 njerëz nga dora e djalit të mikeshës së zotit Rama, zoti Gjuvani. Ata 4 persona u vran, bam, të tërë me nga një plumë, 3 në kokë, 1 në gjoks, të tërë vdiqën në vend. Duhet një sniper I mirë trajnuar që të qelloj brenda 5 sekondave 4 plumba të tërë në shenjë, të tërë të vdekur. Që do thotë si ka vrarë? Që do thotë si ka vrarë ai? Jo. Po, qysh jo? Po. Dhe prandaj e lënë të lira dhe të bredhin e të dalin jashtë nga burgu. Ky është dyshimi numër 1 që unë kam thënë policisë që natë po. Po pse e kanë lidhur me atë? Sepse 2 javë më përpara ajo ambasada amerikane ka marrë letrën time pikërisht për Alpetrolin, për arrestimin e Rezar Taçit, të mbaroj unë, dhe kthimin e aseteve. Histori që vazhdon e sot e kësaj dite dhe që është mbuluar për 6 vjetërisht nga Klodian Braho. Nga kryeprokurori I Spakut. Nga kryeprokurori I Spakut. Pikërisht prandaj bredhin amerikan dhe I kërkojnë atij zotërisë atje që të jetë ai. Një sekond, do dalim atje para që të kemi sfond më të mirë, edhe do ma sqarosh edhe herë, do më lidhësh pak ambasadën amerikane, djalin e Luiza Gjuvani. Prit se s'kemi mbaruar. Dhe dorën që e ka vrarë realisht. Dhe për çfarë arsye kam përfshirë djalin e Luiza Gjuvanit në këtë mes? Cila është arsye? Pse kam futur atë në këtë mes? Ta them në shqipun capro espiratorio. Domethënë zotëria ishte kok turku I vetë ofruar. Për çfarë arsye vetë ofruar? Pse ka pas nevojë për lek? Për pasuri, për çfarë? Atëre apo dëshpëtonte nga diçka tjetër. Edi Rama ka përdorur një... A mund t'i themi pak edhe me vite kur ka ndodhur njëra, kur ka ndodhur tjetra? Në mos gaboj. Je shumë I saktë edhe me vite. Në mos gaboj në qershor të vitit 2014 është vrarë Artan Santo. Një vit pasi ka marrë pushtetin Edi Rama. Po, në nëntor, në 6 nëntor mos gaboj, janë vrarë ata te pranë ambasadës amerikane. Pas disa muajsh. Domethënë përballë fakultetit se ka bërë shkollën aty. Tani, çfarë e lidh kjo ngjarje vrasjes Artan Santos me katër të vrarë? S'kemi mbaruar akoma. Okej. Dhe këtu është vrarë Artan Santo aty përpara. Dhe këtu I vetmi policë që ka ndikur ka qenë një policë rrugor që s'kishte asnjë lloj mundësie as ta ndiqte as ti bënte ndonjë gjë vrasje. Pra se ka qenë natyrisht jashtëzakonisht profesionist, I mbuluar mirë. Mbuluar nga mbrapa me çantë që edhe sikur ta qellonte njëri nuk do t'i bënte dot gjë. E kupton? Domethënë ka pasur më tepër se sa një antiplumb. Ka pasur një çantë mbushur me mjete që përveç të tjerave dhe mbrojtje. Për mbrojtje, po. Dhe u zhduk brenda pak minutave zotë. Ai ka ardhur pikërisht nga kjo rrugë. Nga rruga ambasada, pra, nga kryeministria. Motori ka ardhur pikërisht nga kjo rrugë. Po. Po ne nuk kemi mbaruar sepse historia me ca dredha vazhdon edhe sot. Ju e dini që para pak ditësh është hedhur nga ura
160 metro, nipin e atë kullës. Është hedh vetaj? Po si u vetë ka vetë, për çfarë do i dhe vetaj? Po si është, se nuk është zbuluar akoma. Tani, ai o është vetë autori, o vllai i autorit që pretendoi fillimisht se ka marrë pjesë në grabitjen e asaj BKT-s aty. Hajde vemi të BKT-ja. Po ta kishim sqaruar se po pëlqej kjo histori. Do vim prapë ta sqarojmë, po s'kemi nevojë të vim nëse vendin e pan njerëzit. Pas keni film sot. Ashtu. Po çfarë di o Engjë, ç'a ndolli me ty tani që u riktheve këtyre historive? Vrasja e nipit në Hat Kullës pra është ajo që na e bën akoma që vazhdon historia e vrasjes së Artan Santos. Dhe normalisht edhe zgjedhja e kryeprokurorit të Spakut që ju nuk e kuptoni se kam kaq vite që ju them që këtu çdo gjë është ndërtuar kriminalisht, për të mbuluar krimin, jo për ta zbardhur, jo për ta sulmuar, po për ta mbrojtur me çdo kusht. Sepse kjo kuptohet, sepse ata që e bëjnë janë njerëz me pushtet, qoftë me pushtetin politik, me pushtetin financiar, me pushtetin ekonomik, me pushtetin mediatik, me çfarë duhet, dhe me pushtetin diplomatik. Akoma më keq. Atëre, ambasada amerikane për mua është e zhytur në një serë veprimesh kriminale në këtë vend për të mbrojtur interesa personale, jo interesat amerikanëve dhe të shtetit amerikan, po për interesa personale të atyre që kanë punuar aty dhe të padronëve të tyre. Nuk ka asgjë që mund të justifikoj, sepse një shtet mund të bëjë edhe veprime të tilla. Por kur ka absolutisht një arsye madhore dhe të bazuar në ligjin e tyre, se duhet dini këtë që cila është arsyeja madhore e tyre? Në shërbimet e inteligjencës, po njëra mund të ishte luftë kundër terrorizmit, njëra mund të ishte mbrojtja e aseteve të rëndësishme të inteligjencës apo pra kjo gjë që ka ndodhur është për të mirën e jo, mund të ishte kështu. Do të ishte e justifikuar, po s'është kështu. Gjithçka është bërë për interesa private, për vjedhje që kanë bërë ata vetë. Ambasada amerikane. Por, jo ambasada amerikane. Ata që kanë qenë pjesë e ambasadës po. Disa punonjës të ambasadës. Po. Dhe njerëz me shumë potencë, kuptohet, edhe me lidhje të fuqishme me pushtetin qendror. Po. Mos harroni se Rezar Taçi, se nuk e përmenda kot, që në 2014 unë kërkova ambasadës amerikane që ai ta arrestoi dhe të ktheheshin asetet financiare dhe bëj fjalë për mbi $1 miliard. Rezar Taçi ka qenë i lidhur me familjen Biden. E ka thënë vetë me gojën e tij që jam mik i Jill Biden, domethënë gruas Biden. Po ashtu Rezar Taçi ka qenë një njeri shumë i lidhur edhe me Berlusconin. Të gjitha asetet financiare janë grabitur pikërisht në marrëdhënie të amerikanëve me shqiptar, me francezë dhe me italian, për t'ia vënë në dorë këtij njeriu, e kupton? I cili thjesht ishte menaxher apo sekser më saktë. Tash siç e shikoni, jemi këtu te kjo banka, ish BKT-ja. Atëre se edhe këta pas kanë lënë Coming soon, thotë edhe këta. Coming soon dhe këta. Dhe shikoni edhe aty është bërë grabitja. E shikoni atë personin aty kthehej. Kjo targun. Ai që është i gjati atje, është shoferi që në datën që është grabitur kjo bank, 2 ditë më përpara ja ka dhënë makinën e vet, një Volkswagen Passat kombi, domethënë me portbagazh, ja ka dhënë një njeriu që quhet Ilir. E ka marrë ai dhe ka bërë shërbimin aty. E ka marrë 2 ditë para dhe e ka lënë disa javë më vonë, 2-3 javë më vonë. Ai zotëria atje iku në Itali. Zotëria që mori makinën ka shërbyer si vrojtues për grabitjen. E ki kallzuar atë di? Unë kam vajtur po atë ditë në polici dhe personi që ka qenë i ngarkuar i policisë, zoti Kushe, që sot nuk është më në radhë të policisë, që nuk është më në radhë të policisë, më tha mua kjo punë është mbyllur, më tha mua. Dhe qa bërë, në arrestuan 3 veta.
për atë grabitje. Po kjo motor, kush është kjo motor? Se ka që shpaqe në ndjek. Po ç'na plasin e kushdo që të jetë. Ka që shpaqe në ndjek. Po le të ndjekin erdi çon bëvon mua. Dhe që ta dish ti, njeri prej personave që ka qenë pjesë e grabitjes, sipas policisë, ka qenë nipi i atë kullës. Dhe nipi i atë kullës u lirua, u mbajtën dy të tjerë. E kupton ti? Policia nuk gjeti as para as gjë për gjë. Po na shef shi të Po le kthej. na shohim na shive atë të shit kënaq. Dëgjon ti? Tash do ta fillojmë çik historinë më shpejt. Ha. Siç e dini ajo din atje dhe ai ambient atje është në pronësi të Hysem Bellinjve. Këti Irfanit dhe? Ë, Ajo aty. godina ngjitur janë zyrat e Hysem Bellinjve dhe ambienti poshtë kanë qenë të tërë aty Hysem Bellinjve. Po kjo ç'lidhje dhe ka tani, Po dale se s'kemi mbaruar. Po. Në vitin 2009, në shkurt, këtu kanë ardhur një shumë prej 11 milion dollarësh dhe kanë ardhur dhe personi vetë për t'i prur. Pa. Se qa ishin këto asete, nëse ishin të themi diamante, apo karta me vlerë, Po vlera apo ishte para të kaq. fata, po vlera ishte kaq. 11 milion. Dhe që për t'i absorbuar dhe për t'i futur në treg duhet një bank. Pa. Dyshimet janë që parat janë ndarë midis 3 personave. Njeri prej personave ka qenë shtetas italian. Ose më sakt, italo-belg. Pa. Italian i lindur dhe i rritur, po edhe sot mos gaboj unë, ai jeton në Dali me ndi që kemi bankën. ai jeton në Belgjik. Ja sa bukur. Ai ka qenë njeri prej atyre që kanë vjedhur parat. Dhe dy të tjerët nuk po i zem në gojë. Po dyshimet Se do t'i janë, zëm në gojë një herë tjetër apo? po ne s'mund t'i zem tamam në gojë pa pasur prova, se provat i ka policia. Po këtë të parin kemi. Ashtu. Për gjithë që ka Se botuar. kemi për këtë të parin, tani Po. ti do thosh, ti ku e gjete që Po pa. mendon ti se ai ka qenë pjesë? Atëre sa për dijeni, me që ju nuk ja dini emrin, një nga prokurorët apo gjyqtarët e hetimit më të rëndësishme, më të njohur në përbot të Belgjikës është Michel Klez. Michel Klez është ai njeriu që edhe arrestoi zvendës presidentin e Parlamentit Evropian. Unë i shkruajt ati zotërisë. Po? Pikërisht për këtë njeri, i kërkova dhe që të jetonte për pasurinë e tij, kupton? Dhe zotria u zhduk. Si u zhduk? E vrane? Nuk është. Zora nuk e vran, i që e mbylli gojën, mori pjesën e vetë. Tani, përveç kësaj duhet të dini që ai personi që ka prur parat dhe që është takuar me mua, Ai person që ka po sjellë pra 11 milionë. po pra, isha i lajmëruar unë që do vinë këto para. Po? Do vi personi, ka ardhur më ka takuar punonja kamarierun aty ku është stadiumi. Po, ke arena. Ishte stadiumi vjetër, me fjalë. Po. Ishte stadiumi vjetër atëherë. Po? Në një nga ato lokalet atje, punoja unë, ka ardhur më ka takuar, më ka dhënë shenjë, ka dhënë të njohur. Dhe unë nuk i kam dhënë të njohur sepse ishan pranit të njerëzve të tjerë. Por ti e njihje. Jo, nuk e njihja, po e dinja që do vinte ky njeri. Ah, okay. Do me ishte Prisje. tip korrieri, po e prisja. Po. Dhe qa ndodhi që ta zotërin, a im la takim, me që e pa që unë ezitoja për t'i dhënë të njohur dhe për të komunikuar tamam normalisht me të, më tha mua të presta, nesër sa të Sheratoni, Po. e më la takim në orën 12, Po. vajta orë, nuk e gjeta zotërin. Zotërin e zhdukën dhe si pas meje, policia i ka gjetur dhe eshtrat. Ah. 5 vjetë më vonë kanë gjetur eshtrat e njeriu që i përshtatet komplet këtij personi, me karakteristika. Ky ishte i racës afrikano-amerikane, domethënë njeri me ngjyrë, po e themi kështu. Edhe përshtatet mosha, përshtatet gjatësia e tjera. Që do të thotë, njerëzit që i kanë shërbyer kësaj grabitje kanë marrë pushtet, kanë marrë para, kanë zhdukur personin, kanë pastruar para dhe pastaj njeri pas tjetrit kanë zhdukur edhe në njerin që kërkonte më shumë nga që takonte.
Dhe këto gjëra nuk bëhen do të pa ata që i nisën parat. Të bëjnë ai pyetje unë apo? Bërë, Jam akoma ke fillimi më burr. Pse duhet vritej Artan Santo? Artan Santo duhet vritej sepse, sipas meje, ka lindur një konflikt i rënd për pjesën e parave që i takonin njerëz pala apo palës tjetër. Si konflikt i rënd? Cilës palët? Palët të palët që morën pjesë në grabitje. E kush i mori ato lekë përse? Po të thash pra, njeri e shtetas italian. Këto që i grabitën nuk morën as i lekë domethënë? Po pra, këta që i grabitën ishe pjesë e shërbimit informativ. Dhe bën ndarjen në për palët që do t'i zbartin parat. Për parat që u vodhën atje apo? Ke godina i Sembelliu. Ato parat që u vodhën atje, nuk u gjetën asot e kësaj dite. Jo kemë verit, godina mbrapa. Ato që u vodhën atje janë 300.000 euro. 300.000 euro. Po këto 11.000 milionët. Këto u zhdukën pa lënë gjurmë pra. Parë fare. Jo re erdhën, u vendosën këtu. Po ku grabitën, çfarë vjen nga grabit? Dhe njërën pjesë e mori ai që iku në Belgjik. Një pjesë. Dy të tjerat mbetën këtu. Por këtë domethënë te 11 milion euro, le të themi që mund të jetë vlerë flori, diamant apo dion, por kjo vlerë domethënë. Ka pas pjesë edhe Artan Santo këtu apo ka pas informacion që e kanë vrarë? Artan Santo sipas meje, se prandaj unë kërkoj me ngulm që të zbardhen hetimet, sepse hetimet janë zinxhir, po su bën njëri ngec tjetri. E kupton? Bile edhe ligji thotë kështu. Nëse nuk puqen të tëra palët, nuk ka hetim, nuk ka padi penale. Dhe këta ben kastile që këpusin një zinxhir, këput një zinxhir i smeret vesh me një. Do më dhe leta themi kështu, nëse nesër do të rihape jetimi pra të grabitjen atje, për të 300 mishën? Pra të 300 mishën, do të hape jetimi pikërisht duke pyetur edhe nipin e Nehat Kullës. Ata që u vra? Ata që e vran. Ose u vra, ku dion? Ose u vra. U vet vra. Dhe mos haroj një gjë, që direkt pas asaj është arrestuar shefi sigurisë. Pas vjedhjes 300 mijë. Pas vjedhjes, pas grabitjes. Po kjo 300 mijë kur ka ndodhur çfarë viti? Kjo ka ndodhur në 8 gusht 2016. 2016. Prit. Kjo do të vazhdoj kjo saga e tyre në 19 korrik të 2016 unë kam marrë një përgjigje nga Western Union, sipas së cilës ato parat që më vinin mua, jo vetëm që nuk kishin ekzistuar, po nuk kishte pasur as ankesë, është e dokumentuar kjo, Dhe unë direkt ka vetur në polici dhe kam takuar Altin Lilën. Kam takuar Altin Lilën dhe Altin Lila ka pretenduar se nuk kishte kohë, jo ishin pushimet dhe po këte jo bëhe me shkrim, kam bërë me shkrim. E kam marrë përgjigjen, do më thënë atë kallëzimin Petrit Fusha dhe ka vajtur direkte të Western Union. I ka edhur gjoba aty. Mirë, po kallëzimi kishte brenda edhe dhunën që kishte ushtruar shefi sigurisë. Po shefi sigurisë është Albert Pataj. Këta qa ben? Arestuan shefin e sigurisë këtu për të thënë që u arestua shefi sigurisë. E kupton ti? Prit. Dhe aty të janë të implikuar të njëjtët njerëz që kanë grabitur prej kohësh dhe që mberen në mbrojtje nga policia. Qa filmi është kjo më? Qa filmi? Po ti nuk e kupton pse mbyllin gojnë ata dhe pse merret pa tjetër duhet Klodian Brau atje? Kush dorë është tu më e gjithë? Qa dorë është kjo tu më? Po të kanë thënë që nderë, nëse nuk jetohen në themel dhe të shkojë jetimi deri tek amerikanët, tek italianët, francezët, britanikët, grekët e tjera, këtu nuk mund të ndryshojë pushteti. Po kush do e bojë? Unë. Edhe Tiku. Edhe Tiku? Po pse? Kjo është një copës nga ato 10 hetime që duhen bërë se s'ben në themel. Prokurorët nuk kanë frikë në asgjë, sepse ata e dinë që atje ka një njeri që nuk do t'i zerë me dorë. Klodian Brau, për çfarë Klodian Brau ta dishti? Ju e mbani mend që është arrestuar ai Zarka, çaj ka ai krye prokurori i Vlorës? E kupton? Korrupsion ai. E kupton? Tani sa për dini, në atë ditë duhet të arrestojë Renz Qela. Janë të dy shokë të klase me Klodian Braun.
E kupton ti? Po pse do të arrestoj Arenci dhe jo? Sepse kisha kallzuar unë Arencin me prova. E kam kallzuar prap, do ta kallzoj prap. Arenc Qela i zhduk kallzimet. Nuk e regjistron fare, i urdhron ata, i këte, i kande, i korrupton. Janë të ta dokumentuar, Dhe Arenc Qela na ke shkull sot, na ke bo, Arenc Qela është edhe vllai i gjyqtarit Arbër Qela. Çka ka bërë Arenci? Për të mos arrestuar Shpëtim Karakushin që ka vjedhur 5 milionë gjysmë dollar, nga të cilat 400.000 dollar ai ka kapur policia dhe i kërkoi unë. E kupton? Arenc Qela ç'a bën? Angazhon të vllan. Do na ngjojnë njëri me këto shifra, do na rrim as nesh dhe ku janë këto lekë. Gjendi? Kush i ka këto lekë sot? Angazhon të vllan 2 herë brenda muajit shtator. Do të thënë në shtator në gusht erdhi ai nga gjykata e Durrësit në gjykatën e apelit dhe direkt mori 2 kallëzimet, domethënë 2 hetimet që kërkoja unë. Ta. E kanë mendje që të thash unë, më thuajnë çik në çore bëma intervistën. Po. Pikërisht direkt pas asaj më kanë marrë në telefon nga gjykata e apelit që gjyqtari e ka, domethënë ka rrëzuar kërkesën tënde. Dhe gjyqtari është vllai i Arenc Qelës. Është dokumentuar, S'jam mirë, nuk një mirë fare dhe. Nuk një mirë. Jo, e kuptoni që fshehin këta janë harbutër dhe qënë, harbut. Ta të vjedhin ditën për diellë, sepse i kanë kapur të tëra kyçet. Prandaj sapin derën Po edhe. i kanë kapur të tëra kyçet dhe ti prap thotë unë do i zbërthej këta. Unë do i zhbëj këta. Po jo unë erdi qënë. E shikon ti qa menda unë të të shi Arenc Qelën. Dhe kush e mbrojti Klodian Brau. Po qa kujtot di se do beje i Zarka atje? Që do flasi tu e? A i do flasi a eshe burgë, pse budalla eshe i të rinë burgë. Për qefta Arenc Qelës. Po jo, mëse e kërcenon, Kush e kërcënone? Po le ta kërcënone, më qa do ta kërcënone? kërcenon me familjen. Me lesher t'i qunë. Përse do flasi tu? Ai Oh! haj burra sot, si puna jo të flasi. Ka qenë krye prokurore, mos e bëj budallati, se ai e di shumë mirë se ku t'i kapi fijet. Që qa është ai Lengroshëshë? Po kështu po na dalin në Lengrosh. Jo, s'dalin Lengrosh dalin sepse se din të vërtetën. Ti mos kujton se ai jetimi atje i asaj grabitjes së BKT-s do mbetet me aq? Këtë po pyesja pak më lart, domethënë. Sa do të vazhdoj kjo saga e do kësaj? rifilloj ai. Sa vite u bë? Do rifilloj ai se ka një të vdekur atje. Kush e hodhi atë nga ura? 12 vite. Ë? 12 vite. Se do pasohet zinxhiri akoma? Shiko pse pas 12 viteve. Sepse policia ka në dorë një tjetër grabitje që nuk e zbardh. Cila është? Ajo pra që të kam thënë unë. Kam bërë kërkesën për 30.000 euro policisë. Dhe ata nuk e regjistrojnë fare. E kupton ti? Ata marrin në mbrojtje njëri tjetrin dhe frika se do të filloj ky hetim e ka bërë që të hedhin nga ura ata atje, dëshmitarën e vetëm. Ose në formë kërcënimi për familjen. Për familjanin, domethënë për vllain e tij. Kanë gjetur pikën më të dobët, fiu. Pa, E ka thënë kështu do të bëjmë dhe ty. Okej, a ka është dikush tjetër si puna ti që mund ta zbërthej? Qysh? Janë 2 të tjerë dhe që kanë bërë burg. E që se ka pranuar fajin atë. Mirë, ato ndoshta s'kan informacion fare, thjesht që kanë kap kështu. Do ta dëgjojnë ata këtë. Hapet llafi. Fshati i vogël ne. Mërë Angel, i fortje. I fortje që... Dëgjoj këtë. Ata nuk më kanë grabitur mua, më kanë marrë jetën. Më kanë larguar nga fëmijët, nga familjarët, më kanë larguar nga shoqëria. Nuk ka tërheqje pas. Po as që diskutohet, as që bëhet fjalë fare. As që bëhet fjalë fare. Sepse ata nuk duan të tërheqen, nuk mund të tërheqen unë që s'kam asgjë. Duhet të tërheqen ata që më kanë grabitur mua. I kam të paktën 8 vjetun që kërkoja Ato janë tërheqë, po si le ditë tërheqen. Jo, s'janë tërhequr, do çfarë janë tërhequr? Tërhequr kur të më japin gjën muar. Dhe kur të thonë të vërtetën. Sepse unë ja kam kërkuar kush e di sa herë ambasadës franceze, të paktën që nga viti 2015 mos gaboj, se edhe më përpara po flas me shkrim, ku i kam thënë që në radhë të parë ju duhet i tregoni autoriteteve shqiptare të vërtetën mbi kontributin tim.
Një, dhe e dyta, do të më paguani parat që më mbeta i papunësuar që nga viti, që nga koha, që nga maj 2002 e deri më sot. Të tëra muajt i kam kërkuar, unë dua 1.500 euro për çdo muaj dhe kam kërkuar minimalen e minimales. Po kupton? Pastaj me që ata nuk dojnë, unë e shtoj ato timen. Se paksoj, unë shtoj. Dhe është në dorë të tyre që të venë në vend deri në Francës, e kupton? Dhe t'i japin fund gjithë kësaj rrëmuje që kanë krijuar vetë. Ata, sa për djeni, ata sa për djeni kanë marrë pjesë në shumë ngjarje të rënda dhe shikoni Franca po zihen nga të katër anët se duan me dojë mos të rrëzojnë Macronin, që të heqin dorë nga konfliktet, që të vendoset paqja shoqërore, që të vendoset ligje tjera. Dhe të mos ketë shpenzime të kota e të dëmshme që do psojnë ekonominë e vendit. Dhe kjo që ndodh në Francë, ndodh kudo në përbotën, në përperëndim sot. Po, do Shqipëri se shohim ne. Po jare. Knaqin duke bo foto e timi. A e pam atë aty. Po knaqin duke bo foto. Apo ta pysim ne do. A e pam ne. A dole mirë valla. Ta pysim. Ne çudia ime është kur se e kam bërë dhe i video unë. Se ke problem që të bëjmë foto kështu? Po jo, pse e kam bërë? A jam duke dalur? Ne jemi vipa. Po, jo, e di çfarë më çudit mua. Mua më çudit fakti që për shembull shkoj unë atje te Spaku edhe ju drejtoj kamerën atyre të Po, ato thonë jo. Atyre, ata ikin me vrap gazetarët. Po pse ikin? Pa ata dalin për televizion edhe kur i drejtoj kamerën unë ikin me vrap. E po paguhen ato nga televizioni për ne. Do t'i paguar. Shiko këtu. Po ti premton që kur marrësh lekë t'i paguash atë. Unë jam kanë thënë troç atyre. Hapeni ekranin, të nxjerrim të gjitha dokumentacionin, kur të marrun parat, ju do merrni pjesën tuaj pas diskutim. Që shimobet. Nuk diskutohet ajo, çdo njeri paguhet për punën që bën. Puna është se unë se paguaj dot sot. Po ja si mori lekët, atë s'besojnë ato, këtë s'besojnë. Jo. Ata po kontribuojnë që unë të mos i marr lekët, që është krejt ndryshe. Oh, 100%. Nuk është çështje mosbesimit? Jo, nuk është çështje mosbesimi, është çështje vullneti, pjesë e lojës ata. Dhe mos harrojmë pikërisht ata e dinë se kur të marrun parat, në vend që t'ju jap atyre do t'ju marr. Tani për ta mbyllë gjithë këtë. Ç'a do mendojnë ata që do e ndjekin këtë video, me këtë si çka ke fol sot? Ç'a do mendojnë? Shiko çuni mirë, unë nuk merrem me kokat e njerëzve. Unë them atë që di dhe që jam i sigurt se e di mirë. Unë nuk merrem me kokat e njerëzve. Të se vend diskutim në këtë pjesë. Ashtu, unë nuk merrem me kokat e njerëzve, po jam i sigurt që kushdo që ka një fije ndershmëri në veten e vet, do mendoj se këtu ka vend për hetime shumë të thelluara. Se këtu policia dhe prokuroria fshehin ngjarje nga më të rëndat, se këtu futen në burg njerëz të pafajshëm, sepse dikur pas kanë qenë të fajshëm për një rast tjetër, dhe policia i gjurmon, ju merr provat, ju merr domethënë i përndjek, ju merr shenjat e gishtave e tjera dhe i ras brenda. Dhe këta nuk e bën policia, janë grupe të caktuara, policës të korruptuar dhe maskarënj, të inkriminuar dhe në pas që i përdor shteti për të tilla maskarallaqe. Dhe unë të siguroj që këto veprime merr pjesë rregullisht shërbimi informativ. Edhe atje gjësi të caktuara. Po këtë Ramës, e pe këtë Ramës ti që kërcënon të BKH-s, si thotë që Kë? Erdhën aty dha ke kryeministria tha. Atëre me sa di nuk donin thë që blenin patllake aty, donin të me patllake aty. Me sa di unë, ngjarja është disa muajve të shkuar, apo jo? Nuk është e sotshme. Po, nuk është tani shkë? Jo, s'është tani. Su thoshte kjo. Kjo është një, e dyta. Po pse e riktheu? E dyta, në kryeministri ka një gard që mbron ambientin dhe personelin dhe askush nuk mund të futet me armë. Kjo nuk diskutohet. Pra deri këtu ka drejt do kryeministri. 100% drejt. 100% drejt. Domethënë, nëse ti, mund ta kam thënë edhe një herë ty, kryeministri, kryetari i Kuvendit dhe presidenti nuk thirren në ambientet e BKH-s, po vinë ata tek personat. Po, siç kanë shkuar këta do. Siç kanë shkuar, normal. Por jo me armë. Por nuk mund të futen me armë. Po mirë, okay, meqense ti po thuaj që kjo është e para disa muajve. Pse e rikthën Rama? Pse e rikthën Rama?
Rama do të thotë që BKH-ja dhe SPAK-u nuk më kanë përsyer as mua. Peti që e përgëzoi Klodian Braunaj, ka arsye që përgëzoi në diçka. Kolegun e vetë. Po kolegun e. Po edhe i kolegu tjetër. Shoku miku erdhi çon. Po shoku miku. Deri tani, deri në këto momente, si më mbrapa Sa të jetë Klodian Brau, ciu do bëni. Mbament mua. Si ciu. E di historinë ti? Na tregon historinë tani sa për kështu për Në kohën e Enverit, domethënë që po themi kështu, studentët merrin angazhim që kur të mbaronin studimet do të shkonin atje ku kishte nevojë atë. Dhe në përgjithësi ata ku kishte nevojë atë. Dhe në përgjithësi ata që mbaronin në mësuesi, i dekisnin në fshatrat, sidomos Tiranës, i dekisnin në fshatrat e Tropojës, të Kukësit, më thënë tash. Më të thella, më saktë. Edhe ndjes se mos zakonisht edhe ju thoshin që do vesh atje për shembull për 3 vjet. Po, 3 vite, kaç fare? 3 vjet, 5 vjet varej. Ndonjëri linin ja ronin atje, po shkoni i gjenë. Edhe njeri mësues e kishin hedhur andej në një fshat të humbur të Kukësit. Edhe ky të thellë thuaj, jo humbur, se tash si kanë për. Po i humbur në atë kordi çon. Në atë kohë ishin të humbur fare ata. Edhe ky zotëria kishte bërë një dyert kërkesa për ta transferuar. Ai kishin thënë që po mirë, ja edhe këtë vit se do të vijmë në Tiranë. Edhe këtë vit edhe këtë vit. E një ditë ky i tha, mirë tha. Se u rregulloi unë qefin. Edhe e lajmëroi këtë që do vinte një nga ministria për inspektim. Po. Edhe ky shkon në klasë i thotë fëmijët e donin dhe ky donte natyrisht se rritej me ta, vetëm ata kishte. Shokë miq si i thon fjalës. Dhe pastaj shkuput të marrëdhënies. Edhe i thotë atyre çuna dhe goca i thotë do na vi një person thotë po ju do bëni një gjë. Çdo pyetje që do të bëj unë, ju do përgjigjeni ciu. Dakor? Edhe vjen inspektori, edhe futet atje ri në fund të sallës, të klasës edhe fillon mësimin. Po. Edhe fillon në një moment. Bën shpjegimet aty, ngrihet ky inspektori dhe fillon të bëj pyetje, mos e mbaj shumë lart. Ju bën pyetje këtyre nxënësve. Si bën lopa? Ciu ata. Po qeni si bën? Ciu. Po macet ciu. I turboj nga të kopë dhe i thotë ati mësus, dajti këtu për jashtë, edhe dalim në koridor edhe i thotë, i gjorë ti mësus i thotë ati, inspektori. Sa ko ti jem unë atje në Tiranë, tha, ti këtu do mbetesh. Dhe gjorë ti ministrisë, tha, sa ko ti jem unë këtu, tha, ciu. Shone, Klodian Brau dhe për ciu, bra. Ciu do bëni juve sa ko ti jeni Klodian Brau. Sa të keni Klodian Brau në atje, ciu do bëni. Bani men. Edhe thoni ju pastaj, jo po gjeni njerëz në rrugë i thoni profesora në këtë. Zgjoni me ndërgjegje të pastër. I kanë thënë atij dhe po t'ia them edhe një herë këtyre këtu që kushdo që të bëj ofendime në komentet e videove tona, ti jeti i sigurt që nëse vazhdon të më ofendoj, unë do ta padis penalisht në gjykat. Dhe gjoba shkon deri në 30 milion lek të vjetra shqiptare nga këto tonat. Do marrë me lek të? Prandaj, nëse keni pyetje, nëse keni dyshime tjera, unë kujdo për jush mund t'i tregoj dokumentin që ai që intereson ati person. Në ana tjetër, si që kam thënë ju them prap, unë do një t'jam një ato ekranet e televizioneve të mëdhaja, dhe do të shikoni të gjitha një për një, të gjitha këto që flasun, një për një. Angel, kemi më gjë tjetër për t'i thënë apo? Për momentin, stopa le telefonate. Stopa Engu, ju përshëndesim, dëgjojeni se nuk e keni dëgjuar asnjëherë, dhe s'keni për ta dëgjuar, nëse nuk del Angeli në mediat shqiptare, nuk keni për ta dëgjuar asnjëherë këtë se çka keni në këto 30 minuta. Të tëra këto hetime do bën, po ata asnjëherë s'do ta nxjerrin emrin e Angelit. Prandaj Angeli po i thotë. Po, siç ka ndodhur me shumë hetime tjera, me gjëra tjera. Me shumë të tjera. Ju përshëndesim, jeni mirë. Na duheni.